E pra të dashur miq, tani do të vim me çiftin më të dashur dhe me çiftin më pozitiv pranë jush. Do të flasim për Luizin, Kiarën edhe për Luna Marin. Dita e djeshme ka qenë një ditë e mbushur me shumë surpriza, një set fotografik shumë i bukur që në fakt erdhi nga Kiara, nga Luizi, nga Luna e dashur për festat e fundvitit, për Krishtlindjet dhe vitin e ri. Të veshur me pijame Krishtlindjesh dhe pijamet e vitit të ri, Luna dhe Luizi, si çdo vit që bëjnë, sollën setin fotografik, një set fotografik tepër i bukur, i mbushur me dekorime festive, me pishën e vitit të ri, me Lunën që është një ëngjëll i bukur, duke luajtur me miell, duke ngjeshur bukën festive, domethënë duke u argëtuar dhe duke parë veten e tyre në televizion. Luizi dhe Kiara gjithmonë din na falin dashuri dhe realisht janë çifti që ne e shohim me shumë nostalgji. Unë dua t'i falenderoj për këto emocione që po na sjellin. Luna është një artiste e lindur me ato flokët e bukura kaçurel, e ëmbël, ashtu siç thonte Luizi çapacule, dhe realisht Luna është bërë një çapacule duke që ka sjellur një lumturi të madhe në familjen Eili. Unë them që fëmia është dhurata e Zotit dhe dhurata më e bukur që mund të sjellë atë buzëqeshje në fytyrën e njeriu pas një lodhje të gjatë. Dhe siç duket, përkushtimi që Kiara dhe Luizi kanë ndaj vajzës së tyre, ndaj Lunës, i ka bërë që ato domethënë të jenë të lumtur dhe të punojnë me shumë energji dhe me shumë pozitivitet. Për herë të parë realisht e shohim Lunën nga afër në fytyrë dhe do të kisha thënë që është një kopje e babait të saj, domethënë është një kopje edhe e natyrës së Luizit, edhe pozitivitetit të Luizit, edhe të qeshjes që Luizi ka. Luizi dhe Kiara këtë setin fotografik e kanë ndarë me fansat, duke ju uruar një muaj të bukur festiv, duke ju uruar shumë dashuri dhe duke ju uruar shumë pozitivitet. Dhe pikërisht është kjo Kiara Tito që në fakt ka bërë këtë postimin dhe Luizi në Instagramin e tij. Duke që Luizi dhe Kiara po përfundojnë vitin shumë të mbushur shpirtërisht. Ne jemi të realizuar në momentin kur i bëjmë gjëra që ne duam, domethënë kur i bëjmë gjëra që ne ndjejmë. Dhe realisht Luizi dhe Kiara bëjnë në jetën e tyre gjëra që duan dhe normalisht marrin feedback atë që meritojnë. Ky set fotografik është pëlqyer shumë nga të gjithë fansat dhe nga të gjithë ato që e duan Luizin edhe Kiarën, kanë marrë komente pafund, kanë marrë mbështetje pafund, por ne presim nga ky çift, përpos që presim që Luizi të na sjell këngën e re dhe Kiara të na e konfirmon, a do të mbetet në Portokalli apo do të merr rolin e moderatores në Fan Club, këtë do të presim ta shohim në vazhdim, sepse është 3 muaj dhe i bie që Kiara nuk do të jetë fare në këtë sezon në Portokalli. Luizi po punon edhe për filmin, një film që do të vjen në shkurt dhe sipas pretendimeve dhe burrimeve të afërta që un kam me çifti pritet që filmin ta sjellin në datën 14 shkurt. Tani më duhet ta them publikisht, është i vetmi çift zyrtar dhe i vërtet që u krijua dhe doli nga Big Brother dhe po e shijojnë martesën e tyre. Në fakt, Luizi dhe Kiara janë i vetmi çift ashtu siç duhet të qenë, artist, dhe këtë dashuri, këtë pozitivitet po na e sjellin, po na e japin edhe të gjithë neve. Unë uroj që gjithmonë të na vinë me këtë energjinë e bukur, uroj gjithmonë të na falin energji të bukur dhe gjithmonë të na dhurojnë adrenalinë dhe pozitivitet.